Merkato e trajnerë në Serie A po ndiset si asnjëherë më parë, pas së rikthimit të Allegri tashmë tek Milani, që ka surprizuar të gjithë me rikthimin e tij në stolin kuqezik, ku fitoi edhe kampionatin në vitin 2011. Në Torino, ndërkohë, emri më i nxehtë për stolin bardhëzi është ai Marco Silva, trajneri portugez i Fulhamit. Ai vlerësohet për futbollin modern dhe punën e tij me lojtarë të rinj. Fiks ajo që kërkon Juventus, fiks ajo që kërkon zonja e vjetër, por të nisur një epokë të re. Në garë, gjithsesi nuk është vetëm trajneri Silva, mbet edhe Raffaele Palladino, trajneri i Monzës, një profil i ri dhe ambicioz. Ishte edhe ai emri i Gasperinit për të marrë rolin drejtues, por Gasperini tani më është shumë pranë në Romës, ku pritet të marrë drejtimin pas largimit të Claudio Ranierit. E gjithë Serie A po përgatitur për një revolucion në pakina dhe çdo lëvizje do të ndikojë në ecurinë e sezonit të ardhshëm. Sipas jush, kush po bën lëvizjen më të fortë? Milani me Allegrin, Juventusi nëse merr Marco Silvan, Roma me Gasperinin, Napoli duke marrë Antonio Conte. Na shkruani në koment dhe na ndiqni për të gjithë bombat e merkatos. Like, follow dhe sa më shumë share.